Nga objektet e përditshme të muskujt artificial të tipit fibra për aktivizim robotik, një teknologji inovative e printimit 3D e bazuar në fotopolimerizim po luan një rol në revolucionarizimin e mënyrës se si krijojmë, duke përfaqësuar një ndryshim themelor nga metodat tradicionale dhe transformuar industritë dhe jetën e përditshme. Ndryshe nga depozitimi konvencional i materialit shtresë pas shtrese, teknologjia e re përdor dritën si një aktivizues preciz. Procesi fillon me futjen e rëshirës së lëngshme fotopolimerike që ngurtësohet menjëherë kur ekspozohet ndaj dritës ultraviolet të synuar, e cila vepron si një çelës ndezje fikje për formimin e materialit. Ndryshe nga metodat tradicionale të tharjes që mbështeten në nxehtësi dhe ajër, tharja me dritë ultraviolet përdor gjatësi vale specifike të dritës për të arritur polimerizim të shpejtë dhe të kontrolluar. Kjo i mundëson materialit të arrijë vetitë e dëshiruara mekanike në një kohë shumë të shkurtër se sa mund të kërkojnë metodat e tjera, 20 deri në 100 herë më shpejt se printimi tradicional 3D, duke lejuar që produkte të plota të krijohen brenda vetëm 2 deri në 3 orë. Në polimer, një ndërmarrje teknologjisë së lartë e specializuar në teknologjinë e printimit 3D me shpejtësi ultra të lartë me seli në qytetin Suzhou të Kinës lindore, teknika është përdorur për të prodhuar komponentë personalizuar të tillë si muskuj artificial elastomerik për robot që kombinojnë fleksibilitetin me qëndrueshmërinë. Ky material mund të ofrojë thithje, goditjesh dhe mbrojtje. Përveç kësaj, për shkak të strukturës së tij të zbrazët të rrjetës, ai mund të shpërndajë nxehtësinë. Sigurisht një tjetër avantazh është natyra e tij e lehtë, pasi është e mbushur me shumë rrjeta brenda të njëjtës strukturë, tha Wang Wenbin, administratori i përgjithshëm i kompanisë. Më e rëndësishme është se këto materiale mund të programohen paraprakisht dhe të projektohen për të përmbushur kërkesa specifike strukturore, elastike dhe mekanike të performancës, duke mundësuar prodhim sipas kërkesës dhe të personalizuar në shumë industri.